Ka dështuar sëri seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Kandidatja e vendosjes për kryeparlamentare Albulena Xhiu nuk ka arritur që të sigurojë më shumë se 57 vota. Kundër e ka montuar PDK-ja dhe LDK-ja, ndërkohë që kanë abstenuar 3 deputetët e nismë socialdemokrate. Kreu AK-s Ramush Haradinaj deklaroi se vendosja duhet paraqesë një emër tjetër më konsensual për kreun e Kuvendit. Dhe për të folur për këtë zhvillim, për të rifolur, kam nësit kem sërish Naim Jaka nga Instituti i Kosovës për drejtësi. Naim, ka nësitit kem, faleminderit që bashkove. Tashmë nuk kemi çfarë t'i bëjmë, do ja të shpeshta çdo 2 ditë o bisedat tona, sepse e tillë është situata që nuk po gjen zgjidhje. Çfarë mund ndodh tani? Naim, çfarë skenarësh përfitin sepse u bë shumë. Pra, nëse mund të kishe kuptim deri 2-3 herë, arri një pikë që situata do të përsëritet edhe të dielën, sepse fillimisht do të më thonë që kjo pjesa me 4 tetor është ndryshuar dhe është ka hyrë në fuqi në vitin 2022 dhe është një praktike e mirë sepse në të kaluarën kryesuesi i seancës ka abuzuar me kërkesën për thirrje të seancës dhe varësisht prej asaj se si partia politike që ka dalë para në zgjedhje, ai pastaj ka vepruar ose sipas direktivave të partisë më shumë. Në ndërkohë tani më, kjo me këtë nuk mund të bëhet fiskulturë, nuk mund të manevrohet me thirrjen e seancës, por ajo detyrimisht thirret deri në 4 tetor më së shumti në kohë. Po dielja nuk pritet të ndodhë që të ketë në zhvillime të reja, veçanërisht duke pasur parasysh që patëm një deklarim të kryetarit të partisë Nisma, zotit Limaj, që tha që vendosja tashmë do të më lëshu rrugë partive tjera për me konstitu Kuvendin edhe me themelu qeverinë. Do ka një deklarat e re që zoti Limaj nuk i ka thënë më herët dhe kjo mundet tashmë ndoshta ta bllokoj edhe më shumë situatën. Në kuptimin që po vrehet që zoti Kurti nuk e ka zoti Limaj pas veti, pa një marrëveshje konkrete, gjë për të cilën po vrehet që zoti Limaj kërkon pozitën e kryetarit të Kuvendit. Meqense që disa herë, do nëse është e 5 herë kur zonja Haxhiu propozohet për kryetarin të Kuvendit dhe nuk i merr më shumë se 57 vota, njëjtë sikur në seancat e kaluara, atëherë po duket që edhe me zotin Limaj nuk i ka votat e mjaftueshme, veçanërisht pas datës 27 prill, kur do të duhet të ishte data e fundit kur konstituohet Kuvendi i Kosovës. Po data 27 prill është data e fundit që do të brenda secilës thirrjet seanca konstituive edhe ndoshta do të mund të interpretohej si data